se erdhët në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit për të përgatitur një supë. Dihet që supat janë pjesë gati të përditshme të tryezës tonë. Shpresoj që edhe ju në familje ti kombinoni perime të ndryshme ose një lloj perimi. Si ke qefti Albana, kur kombinohet shumë perime apo një perime dhe... Jo, me shumë perime faktikisht. Sa më shumë perime, aq më tepër më shije, më vlera. Tani fillon në një mosh kur vjen tek unë ti ke nevojë për vlerat. Shijen edhe pak më njan. Do thoni ju gjitha ushqimet e mira duhet të kenë shije? Më të shëndetshmet nuk janë domosdoshmërisht më të shijshme. Nuk kanë shije fare, sepse ti s'ke kripën, nuk e. Po mirë, dëgjoj kur jemi tek të shëndetshmet. Tani do të bëjmë një supë me lakrat e egra. Atëherë tek lakrat e egra që unë i kam larë mirë dhe në fund kam bërë një shplarje sikurse edhe të hithrave me uthull. Hitrat i kam shplar me uthull, sidomos tek të çaji. Pra kur i lani mirë, shplani dhe me uthull. Është gjëja më e mirë dhe më ideale. Më pas zihen dhe nuk shtojmë asgjë tjetër, as sheqer, as ëmbëlsues, as mjalt, fare. Konsumohet i tillë, do thoni ju ta kullojmë. Unë nuk kam nevojë ta kulloj sepse unë prandaj dhe e kam shtuar gjethen e hithrës, jo gjethen e hithrës, po komplet kërcellin e hithrës. Po prisja shpejt sepse po ndjej që vaji është në anim. Shtoj qepën edhe pak ujë. Ja. E lë të tillë duke i vënë kapakun. Kam karotat, armuskat, miell misri, qumësht, pana, si të dëshironi ju. Qumshin e kam lënë më tutje. Ja ku e kam këtu. Një lug, 2 lug miell misri sa për ta trashur pak supën, por baza e supës janë këto lakrat. Normalisht, unë nuk do ndalen vetëm me këtë gatim me lakrat, sepse do t'i bëj dhe të mbushura, Po, kanë këtë gjërësinë edhe. T'i bëj të skuqura. Këtu, marë. Gjethen dhe e vendos me njëra tjetra. E kanë këtë gjethen e fort edhe të ashpër. Ndaj mund të gatuhet të kaurdiset, të zjej aty në lëngjet e qepës, dhe po ashtu të kalojmë në krem, ndoshta mund t'i lëmë kështu gjethet siç janë. Pra janë to lakrishtet, lakrat e egra, që mund t'i gjejmë dhe tani edhe në këtë stil mund t'i gjesh. Pra ka një përdorim shumë të gjerë në kuzhinë. Shumë të gjerë në kuzhinë. Gjë që të mbushura i përfshin në përsupra të ndryshme. Pa si që bëjmë japrakët, ose dolmat, me lakrën e bardhë, bëjmë dhe me lakrën. Shtoj karotat në fillim fare, të cilat i kam prerë në disqe. Një përzjerje. Është një gatim që nuk kalohet në blender. Sepse e ka lezetin që tjetë e ty. Nëse mund të shtojmë dhe oriz, është shumë mirë, dhe oriz i shkon dhe i vjen. Por, nuk ngelem tek këthimi, por lë vetëm duke shkuar. Shtoj dhe miellin e misrit. Do të shtoj ujin. Shtove ujin, do zje karota, do zje qepa, shtuam aty edhe pak miell. Të gjithë këtë masë. Njerëzit do të veprojnë edhe nëse duam që këtë rrugë për këtë supë ta ndjekim me spinaqin. Po. Apo me gjethe të tjera jeshile. Me spinaqin, me preshin, me pazin, me gjithçka që është jeshilliqe, me lakrën. Po. Po, mos të ngatrojmë, sepse dikur në brezim, do të ngatroj lakrën e zezë me lakrën foragjere. Nuk ka asnjë lidhje. Se do të thotë lakra e zezë. Lakrën e zezë e përdor shumë veriu, sidomos me mishin e derit, ose mishin e thiut, por që ka shumë yndyrë, sepse dhe gatimet janë të ndara, jo më kot. Shqipëria e mesme nuk e përdor shumë mishin, Shqipëria e mesme përdor mishin e qingjit, sepse të tilla janë mishi i qingjit, mishi i kecit, Elbasan këtej. Pozita gjeografike, klima, tek përzgjedhja e ushqimeve tradicionale që zonat kanë përdorur. Në ushqim dhe në karakter. Po, edhe ajo është. Pra, ADN-ja e çdo njeriu, dhe jo vetëm ADN-ja ime për shembull. ADN-ja është 10 breza, jo tani. E kaloj lë ADN dhe shtoj qumshin. Tani shtova pana, një qumësht.
Qumësht apo panë, çfarë je? Qumësht thot. Panën ja ku e kam këtu për trashësinë. Ti ta shtojmë në fund. Ti the që nuk do ta kalojmë në blender, kështu të lëmë. Jo, nuk do ta kaloj në blender sepse i takon të jetë supa masa e hollë quhet supë dhe masa me trash quhet çorbë, jo gjellë, quhet çorbë. Nëse unë do ta lë në këtë trashësi, quhet çorbë. Nëse unë do t'i shtoj ujë, e kam në supë. Unë do ta lë më të hollë, normalisht, sepse zihen karota, zihen lakra e zezë, dhe lakra e zezë nuk ka të trashësinë e lakrës së bardhë. Është më ashpër, kjo ishte goxha ashpër dhe me zije priste dhe thika. Atëherë kërkon atë zjerjen derisa dhe karota mua më merr zjerjen e duhur, por jo të jetë e zbutur fare, të jetë po të themi al dente, apo bëra gabim. Të jetë pak më e fortë. Më e fortë. Shiko, ne pak a shumë i kemi vënë në terezi recetat, kështu që na mbetet edhe pak kohë të komunikojmë me anvisat tona, me shikuesit, se jo për të mësuar nga recetat tuaja. Na sugjeroni ndonjë recetë çfarë gatuani sot në familjet tuaja, numri do të shfaqet në ekran dhe ne mund ta rezervojmë të kohë për ju. Ndërkohë pas pak do të jemi në një bisedë si çdo të mërkur me Altin Jokën, ku do të flasim për zorrën e trash, për tumorin e zorrës së trash, po prek shumë të rinj në 10 vjeçarin e fundit, patjetër që ka shkaqe dhe faktor nga më të ndryshmet, e para stili jetesës, ushqimet, ajri, por ka njerëz që thonë ushqim shëndesh dhe përsëri ju është faqur ky tumor. Si mund ta përmirësojmë, le themi këtë gjendje, cilat janë ushqimet të cilat ose terapitë naturopatike të cilat mund të na ndihmojnë, dhe pse jo, në këtë hapësirë që na ka mbetur, nëse keni ndonjë pyetje, ma drejtoni dhe unë do t'ja adresoj Altin Jokës pak më vonë. E para na telefononi për recetat e sotme. Çfarë përgatisni ju për anvisat që janë duke na ndjekur? Shtojmë armoskati. Ose armyshk. Që të marrë shijen. E dim shumë mirë që armyshk kalon edhe tek ëmbëlsirat që janë specifike. Nuk jap shumë, por nuk jap edhe pak. Nëse të shtoj pak, nuk do ndjej aromë, nëse të vendos shumë, do t'i jap një shije që të vërtet do të pengoj. Do të shtoj panën. Pana shërben në të kundërtën, pra për kremozitetin. Normalisht që do ul pak nxehtësinë dhe e çoj në minimum, dhe bëj një përzierje të duhur. Gjatë gjithë kësaj kohe që bëhet, unë do të shoh edhe një herë ëmbëlsirën. Ja, do ta shohim a ka përfithur të gjithë sasinë e sherbetit. Të presim pak edhe pispilin, i duhesh edhe pak kohë. Supa duhet të jetë zirë, të kemi mundësi të shërbejmë të gjitha recetat në minutat që na kanë mbetur. A shiko, del masa e një çorbe. Ja merr edhe një tas. Pakës qumësht, pak pana në fund fare dhe e plotson atë kremozitetin. Çik miell edhe e lidh më mirë qepën, karoton edhe lakrat. Nëse nuk i gjeni, ne zgjodhëm, gjetëm fatmirësisht lakrat e egra. Shiko, si janë të tilla. Pra, nuk keni pse t'i prisni. Në momentin që ftohet, ju e konsumoni dhe me pirun. Është pak a shumë, dhe mos e merrni për bazë, i ngjet pak një frikaseje, pak a shumë. Nuk kam shtuar kos, kam shtuar pana. Nëse duam t'i japim edhe një shije pak sa më të veçantë, shtojmë dhe ca arra sipër. Patjetër që i shkon. Super. Edhe një gotë të servirim, do servirim këtë të servirur e kemi, si çaj hithrash për t'ja kujtuar, jo vetëm tek pispilia, tek byreku me ithra, por edhe një çaj do t'i shkonte shumë mirë. Pak esëll, për ata që duan të trajtohen, ose gjatë ditës. Kjo duhet jetë ngjyra jeshile erët. Jeshile erët dhe goca ja jepi çik këshillati se si duhesh në frigorifer pa frigorifer. As çikundi, me ketë ngrohtë, konsumon të ngrohtë me pak limon, për ta ruajtur ditë të tjera e mbajmë në frigorifer si çdo këshill që ne japim këtu. Pispilia na është bërë, do ta sjellim me pispilin. Nëse pak qumësht, do ishte e duhur. Nëse do i shtonim pak qumësht, nëse do t'i shtonim pak të qumëshi, pak arboskat, do ishte prapë e duhur, sepse janë tre vlera që lidhen me njëra tjetrën. Po.
Ndërsa nëse e duam që ta konsumojmë për pjesën e hekurit, për shembull që ka dhe shumë hekur, e largojmë qumësin duke qenë se bulmeti pengon kalciumi, pengon përthithjen e hekurit, për t'i bërë këto diferenca. Gjithsesi, këtu nuk kemi ekspertë absolutisht askushi për t'ju dhënë këshilla të detajuara mjekësore, se ato i merrni përmes specialistëve tanë dhe mjekut tuaj, padyshim, ne themi gjëra të përgjithshme, të cilat mund t'i shërbejnë sadopak publikut. Po, pshia është fantastike, kombinimi. Ngreduar të lartë të pjesën tjetër. Dhe këtë kombinimeve. Këtu nuk është bërë akoma, për thjesht unë e hoqa që të ishte komplet me gatimet e tjera. Por, direkt shikojni për 2 minuta dhe ta vendos, sepse po lash 5 minuta, pastaj më qullos. E pat, boll ishte, tani e vendos Albana direkt në furrë dhe ne ju përshëndesim, ju lë takim pas pak. Pas fleshit informativ, jemi në një bisedë të gjatë, do të flasim për tumorin e zorës së trash, ushqimet cilat na pengojnë, për ata persona cilët mund të jenë operuar dhe si mund t'i mbështesim me terapi të tilla naturopatike, ushqimi është ilaç, dhe këtë e kemi thënë dhe kjo është e mbetet e vetmja teori që nuk rrëzohet asnjëherë. Të lumshin duart. Faleminderit. Ju pres pas pak.